Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse e përdorni këtë maskë që sot në mëngjes do dukeni 10 vjet më të rinj. Me sa duket ekziston një mënyrë e thjeshtë për të dukur shumë më të rinj, vetëm duke bërë në kushte shtëpie një maskë për fytyrën. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë kafe e pjekur, qumshti, sa më pak i ndyrë sepse kafja përmban vajra mjaftueshëm, një tas për përzierjen, një lug për aplikimin dhe heqjen e maskës. Përgatitja: vendoseni kafen në një enë, më pas shtoni qumshtin, përzijeni mirë derisa të krijoni një masë homogjene. Prisni 15 deri në 20 minuta derisa këta përbërës të kryejnë efektin e duhur në lëkurë. Më pas lani fytyrën me ujë të vakët. Sipas ekspertëve, rezultatet do i vini re shumë shpejt. Nuk është e nevojshme që të blini maska për fytyrën në dyqan, kur ju mund të përgatisni në shtëpi disa maska tërësisht natyrale për fytyrën, qoftë ajo e ndryshme, mikse, e thatë apo edhe delikate. Maska për fytyrën me të bardhën e vezës. E bardha e vezës është një element kryesor për shumë maska për fytyrën. Ajo është plot me proteinë dhe e lë lëkurën tuaj të butë dhe të lëmuar. Ju mundet që të përdorni thjesht të bardhën e vezës në fytyrë ose të shtoni disa përbërës të gjetur në çdo kuzhinë për të zbutur lëkurën e thatë, tonifikuar lëkurën e yndyrshme dhe kuruar lëkurën e acaruar. Këto 5 receta janë të dashura për shumë arsye, por kanë diçka të përbashkët. Ato të gjitha kanë të bardhën e vezës. Maska e thjeshtë me të bardhë veze dhe kockë. Maska për fytyrën me të bardhën e vezës dhe kockë është përdorur nga modele të njohura në mbar botën dhe kjo maskë është e përgatitur në shtëpi vetëm me 2 përbërës, ku janë 2 të bardha veze dhe 2 lugë gjelle kockë. Ndani të bardhën e vezëve nga të verdhat e vezëve dhe vendoseni ato në një tas. Shtoni 2 lugë gjelle kockë, mos përdorni salcë koci. Përzijeni së bashku dhe vendoseni përzierjen në fytyrë. Lëreni në fytyrë për disa minuta dhe pastaj pastrojeni fytyrën me ujë të ngrohtë. Më pas mundet që të përdorni një pecet të ngrohtë. Maska e fytyrës me argjil për pastrim të thellë. Përbërësit janë një e verdhë veze, 2 lugë gjelle argjil, 1 lugë gjelle miell mistri dhe 1 pikë nga vaji juaj esencial i preferuar. Udhëzime: përzijeni përbërësit në një tas dhe vendoseni këtë përzierje në fytyrën tuaj. Lëreni atë derisa të thahet dhe më pas hiqeni nga fytyra me një leckë të ngrohtë. Maska zbutëse me limon dhe mjaltë. Kjo maskë është njëkohësisht e shkëlqyer dhe për një fytyrë të prirur për puçra, por është njëkohësisht e mirë për çfarëdo lloj lëkure. Receta që juve do t'ju duhet: 1 e bardhë veze, 2 lugë gjelle mjalti i rrjedhshëm, 4 lugë gjelle lëng limoni dhe 3 lugë gjelle kockë, jo salcë koci. Udhëzime: përzijeni përbërësit së bashku dhe vendoseni maskën në fytyrë. E lini për rreth 15 minuta dhe më pas lani fytyrën tuaj. Pjesën e mbetur mundet që ta ruani në frigorifer deri në 1 javë për ta përdorur atë sërish. Maska shtresuese e fytyrës. Për këtë juve ju duhet një sheqer i cili bën të mundur shtresëzimin, ndërkohë që vajrat e bëjnë maskën shumë të mirë për fytyrën. Atëherë, përbërësit janë: 1 e bardhë veze, 1 e dyta lugë gjelle vaj ulliri, vaj kokosi apo vaj bajamesh, 1 lugë gjelle miell, 1 lugë gjelle sheqer kaf, 1 lugë gjelle qumësht. Përzijeni përbërësit mirë dhe vendoseni maskën në fytyrë duke e shpërndar me lëvizje rrethore. Në këtë mënyrë
Ju do të pastroni fytyrën tuaj. Shtojeni më shumë sheqer nëse doni një pastrim akoma edhe më të thellë. Lëreni maskën në fytyrë për 15 minuta përpara se ta pastroni. Pas pastrimit, mundet që të përdorni ndonjë hidratues për të bërë të mundur qëndrimin e vajrave brenda në fytyrë. Maskë për tonifikimin e fytyrës. Vendosini në fytyrë këtë maskë dhe ju do të ndiheni sikur po ndodh një ngritje e vogël e fytyrës. Poret tuaja do të ndihen më të vogla dhe fytyra juaj do të jetë më e pastër. Gjithmonë pas kësaj maske duhet që të përdorni një vaj për fytyrën ose një hidratues. Receta: një e bardhë veze. Siguroni që veza juaj të jetë shumë e ftohtë. Një lugë gjelle miell mistri. Rrihini këto përbërës me një pirun derisa të krijohet një përzierje gati e njëtrajtshme. Vendoseni përzierjen në fytyrë dhe lejoni që ajo të thahet. Përbërja është e rrëshqitshme, prandaj për ta vendosur maskën në fytyrë, ju duhet të shtriheni. Lëreni të thahet dhe më pas shpëlani fytyrën. Në fund aplikoni një hidratues në fytyrën tuaj. Maska për fytyrën me miell tërshëre dhe kos. Kjo është një maskë për fytyrën e cila përfshin vetëm 3 përbërës bazë. Kjo maskë për fytyrën është e përshtatshme për të gjitha llojet e lëkurave dhe është e thjeshtë për të përgatitur. Ajo do të pastrojë dhe do të rigjenerojë lëkurën tuaj. Këto maska për fytyrën me kos janë shumë të mira për lëkurë të ashpërsuar, të djegur nga dielli apo të acaruar. Nëse keni një fytyrë të yndyrshme, shtoni disa pika lëng limoni. Për lëkurë të thatë, shtoni disa lugë gjelle mjalt. Përbërësit janë një lugë gjelle miell tërshëre të blu arimët dhe një lugë gjelle kos. Disa pika mjalt. Në një tas të vogël, hidhni miellin e tërshërës dhe kosin dhe përzieni së bashku. Ngrohni disa pika mjalt. Për ta bërë këtë, ngrohni një lugë duke e vendosur mbi ujë të nxehtë për 1 minutë. Më pas shtoni disa pika mjalt në lugë. Shtoni mjaltin në përzierjen e kosit dhe miellit të tërshërës. Vendosni maskën në fytyrë. Lëreni atë për 10 minuta dhe më pas pastroni fytyrën me ujë të ngrohtë. Më pas me një leckë të ngrohtë, fshiheni atë, pastaj aplikoni një hidratues. Maska e fytyrës me kos për fytyrën e djegur nga dielli. Përbërësit janë 1 filxhan kos natyral, 1/2 filxhan miell tërshëre, disa pika mjalt. Përzieni së bashku, vendoseni përzierjen në fytyrë dhe lëreni për 10 deri në 15 minuta. Më pas pastrojeni fytyrën me një leckë të ngrohtë jo shumë të nxehtë. Maska e fytyrës me kakao dhe kafe. Maskat e fytyrës me kafe dhe kakao janë prej kohësh të preferuarat e adhuruesve të bukurisë. Ky kombinim ul ëndjet në fytyrë dhe rreth syve dhe e bën lëkurën tuaj më të shndritshme dhe zgjojnë natyrën e ngathët me çehre të zbehtë. Kjo maskë jep rezultate të mrekullueshme pavarësisht të llojit të lëkurës. Dhe ajo që mund të na pëlqejë nga kjo maskë është që përbërësit e saj gjenden pothuajse në çdo kuzhinë. Megjithëse kafja dhe kakao janë përbërësit kryesor të kësaj maske, ju mund ta përshtatni recetën në bazë të përbërësve që ju ndodhen në shtëpi. Për shembull, shtojeni kos dhe mjalt nëse ju keni një lëkurë të thatë. Shtoni lëng limoni nëse keni fytyrë të yndyrshme. Përbërësit janë 4 lugë gjelle kakao pluhur, 4 lugë gjelle kafe e bluar, 8 lugë gjelle kos, qumësht bajamesh ose qumësht kokosi. 2 lugë gjelle mjalt nëse keni lëkurë të thatë ose lëng limoni nëse keni lëkurë të yndyrshme. Përzieni kafen dhe kakaon pluhur në tas. Shtoni produktet e bulmetit, kosin apo qumshtin derisa të bëhet pasta e butë. Nëse dëshironi pak më të ngurtë, shtoni më pak kos apo qumësht. Hidhni më pas mjaltin. Shpërndajeni përzierjen në fytyrë. Lëreni të thahet dhe pastrojeni më pas me ujë të ngrohtë. Nëse keni fytyrë delikate, duhet të shmangni fërkimin e fytyrës me pecet, sepse llumi i kafes mund të gërvisht lëkurën tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.